Celibashi reagon për denoncimin e PD-s mbi trenin bullgar, nëse provohet kemi të bëjmë me vepër penale. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilian Celibashi reagoi nga ambientet e Parkut Olimpik Tiranës në lidhje me denoncimin e Partisë Demokratike mbi dyshimet për manipulim votash në KSAZ-40 përmes asaj që njihet si fenomeni i trenit bullgar. Sipas PD-s, janë konstatuar fletë votimi me parregullsi të dukshme, përfshirë ndyshime në ngjyrën e bojës, të cilat u përputhen me fletët zyrtare shpërndara nga KQZ-ja. Partia ka depozituar një kërkesë zyrtare për të siguruar pamjet filmike të gjendës numërimit. Celibashi u shpreh se ishte informuar publikisht për këtë denoncim dhe garantoi se KQZ-ja do vendos në dispozicion të gjitha materialet e nevojshme për gjitha subjektet politike, përfshirë pamjet e kërkuara nga PD-ja. Nëse kjo ka ndodhur, jemi përpara një vepre penale, tha Celibashi, është rasti për të pasur atë në fokus dhe për të dhënë përgjigjen e merituar këtij rasti nëse provohet se ka ekzistuar fenomeni i trenit bullgar, i futjes së fletëve të votimit nga jashtë dhe nxjerrjes së fletëve të vërteta që ai që ka sponsorizuar këtë gjë. Ai theksoi se transparenca është prioriteti i KQZ-s dhe çdo rast i dyshuar do trajtohet me seriozitet.